Ne kërkojmë atë që është e jona, që të na njihet nga ana historike, të na njihet nga ana të drejtës universale që na takon, si themelues të kontinentit ton evropian. Kontinenti që ka civilizuar gjithë botën e sotme. Të atij qytetërin perëndimor që mori zanafill në editin e Milanos nga një perandor me origjinë shqiptare që ishte Konstantin i Madh, i cili lejoi atëherë krijimin e perandorisë romano-kristiane perëndimore. Dhe ky qytetërim i sotëm perëndimor që arrin deri tek ju atje në Amerikë, deri në Kanada e tjerë, ai është zanafilli e atij qytetërimi, është një shqiptar, një Dardan i Nishit, që ishte qyteti Nishit, Nish i Nishit. Pra, këto ishin disa detaje dhe përfundoj me gjuhën shqipe që tham parë që është e shkruar dhe shumë shekuj para Krishtit, ashtu sa një gjuhëtar italian i shekullit 20 që quhet Francesco Ribezzo, në librin e tij La lingua dei Mesapi, dei antichi Mesapi, gjuha e antikëve Mesap, e Mesapëve të lashtë, ai ka arritur që të përkthej 400 shkrime mesapike të gjetur në Gur të shekullit të 4 para Krishtit me shqipen e shekullit të 20. Pra, imagjinojmë se çfarë privilegjit, imagjinojmë se çfarë kënaqësie që është pamundur asnjë gjuhë të mbijetoj në kaq kohë të gjatë siç ka mbetur ajo shqiptare. Ndaj, siç e thash dhe më parë, duhet herë dhe vonë do i kërkojmë patjetër organe kompetente që të kërkojmë listimin e kësaj gjuhe unike në gjithë kontinentin tonë, që është gjuha shqipe, në panteonin e meritave, që është libri i shenjtë i pasurive botërore të UNESCO-s. Për te çdo logjike, një popull i tillë kaq vital duhet të ketë vendin kryesor në panteonin e kombeve të nderuara, të popujve të nderuar, të atyre popuj që duhen të heqësh kapelën dhe t'ju rish drejt përballë tyre, me respekt dhe me shumë mirënjohje.